Më 9 nëntor do të mbahen zgjedhjet në Vlorë për kryebashkiakun e ri pas dorëheqjes së Ermal Dredhës. Ky është dekreti i presidentit të Republikës Bajram Begaj i firmosur gjatë kësaj të mërkure. Sipas dekretit të presidentit, qytetarët e 6 bashkive të Vlorës, Tiranës, Beratit, Tepelenës, Matit dhe Cirikut do ju drejtohen më 9 nëntor kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët e bashkive të tyre. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka dekretuar kështu këtë datë për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie. Në dekretin e presidentit thuhet se përcaktimin e datës së zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore në mbështetje të nenit 32 të Kushtetutës së Shqipërisë dhe Kodit Zgjedhor dekretohet data 9 nëntor 2025 për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie në këto njësi të qeverisjes vendore: Bashkia Tiranë, Bashkia Vlorë, Bashkia Berat, Bashkia Tepelen, Bashkia Mat dhe Bashkia Cirik. Ndërsa për 5 bashkit nuk ka patur asnjë mëdyshje apo pengesë për zgjedhjet e pjesshme në Bashkinë e Tiranës, ka patur shumë diskutime bazuar në interpretim të përcaktimeve në kushtetut. Kjo pasi Erion Velia i ka ankimuar në gjykatën kushtetuese vendimin e qeverisë për shkarkimin e tij. Vetë kushtetuta saktëson se kur vendimi për shkarkim ankimohet në gjykatën kushtetuese, vendimi për shkarkim pezullohet. Në një sqarim të detajuar, institucioni i presidentit thekson se shkarkimi i kryetarit të Bashkisë së Tiranës u bë pas propozimit të Këshillit Bashkiak, i cili me një shumicë dërmuese 50 vota pro dhe vetëm një kundër kërkoi hapjen e rrugës për zgjedhje të parakohshme. Presidenti konfirmoi se shqyrtoi vetëm rregullshmërinë procedurale dhe autoritetin propozues të Këshillit Bashkiak, duke konstatuar se deklarimi i vakancës ishte bërë sipas kompetencës dhe në fund të një procesi konstatimi dhe verifikimi. Në respekt të neutralitetit institucional, presidenti i Republikës nuk shqyrton meritën e çështjes, thuhet në deklaratën e presidencës sa i përket Bashkisë së Tiranës. Megjithatë, në bashkitë e Beratit, Tepelenës dhe Matit, zgjedhjet zhvillohen për shkak të largimit të kryebashkiakëve, si pasojë e kandidimit përkatësisht të Ervin Demos, Tërmet Peçit dhe Agron Malajt në zgjedhjet parlamentare të 11 majit në siglën e Partisë Socialiste, ku fituan edhe mandatin e deputetit. Ndërkohë, Ermal Dredha dha dorëheqjen si kryebashkiak i Vlorës dhe Andis Salla u largua nga Ciriku pasi mori detyrën e ministrit të bujqësisë dhe zhvillimit rural. Pas dorëheqjes së Ermal Dredhës, prej gati 2 javësh, Bashkia e Vlorës po drejtohet nga Elis Halili, i cili u zgjodh me votat e Këshillit Bashkiak si kryetari komanduar.